A je dëmtu ti Blerim dhe sa e dëmtu në votë? A dihet? Po, jam dëmtu, është evident ajo në faqen e KQZ-s, duke që momentalisht jam të 92 vota në nivel vendi, mbi 70 në Prizren. 70. Kush është dëmtu në Prizren më shumë? Më shumë, unë duket është dëmtu në brenda koalicionit tonë, është dëmtu Ajrolla Qeku, më duket më shumëti, pastaj më duket i dytje në rend dëmtimit jam unë, edhe kështu me radhë. Ajrolla Qeku më duket është më i dëmtuar në gjithë Kosovën, nuk e di. Po thotë Ismet Kryziu, po thotë Ajrolla Qeku i më i dëmtuar në gjithë Kosovën. Më duket se kam mujt me përcjell një trend, ende se kam faktuar po. Më duket është Hekuran Murati, mos gabosha. Hekuran Murati. Po, okay. Mund ta ketë sakt më mirë edhin Ismeti Kryziu. Sigurisht. Po, gjithsesi unë e ndigjova ato çka tha Ismeti Kryziu. Tash ideja e edhe ato që ideja e delegitimimit përgjithshëm edhe të neve që na u kam vjedhë edhe neve. Pasi duhet me adhëtami, sepse është ai një besoj që mos zgjas. Ai dyshimi bazuar ndoshta pak e egzageruar me përqindje nga biseda interne me krenar shalën e imi para prakisht, nuk ka qenë komplet, do të thotë i arsyeshëm, por pjesërisht po, sepse po që ka ndodhe në Prizren, ajo duhet dënohet, duhet të parandalohet, pra këtu zoti Kryziu dhe jo vetëm zoti Kryziu, po plot. Po flasëm. Në analizën e përgjithshme, Gash po thonë gjithë partitë kanë bërë dallavere, gjithë kanë vjedhë. A i bie kështu? Apo ka ngjyra në këtë rrëfim bardhëzi? Nuk besoj, nuk mendoj që do të bëjmë një përgjithësim të tillë. Nuk është njëjtë si mi keq përdor 600 vota si 6.000. Njëjtë është Blerim. Për një vot mundesh Blerim është e njëjtë, për një vot mundesh me hub mandatin edhe dikush me 5 vota të vjedhura mundet me hy mandat në vend tonë. Kjo është e njëjtë, devijimi edhe marrja mandatit përmes një manipulimi zgjedhor nuk ka sasia.